Lulzim Basha foli si ministër i brendshëm gjatë inaugurimit të sistemit Scout në Policinë e Shtetit, por të gjithë e shihnin si kandidatin e Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës. Gjatë fjalës së tij ai ka pohuar se Tirana vazhdon të mbetet një nga qytetet më problematike për sa i përket trafikut, i cili vjen edhe për shkak të rikonstruksionit të sheshit Skënderbej, ndërsa ka theksuar se policia rrugore do të punojë për përmirësimin e këtij trafiku, si dhe për uljen e aksidenteve dhe monitorimi rrugëve me anë të kamerave do të shmangë edhe korrupsionin. Siç është rasti këtu në Tiranë, ku prej më shumë se një viti, jo vetëm qendra, por pjesë të rëndësishme të qytetit janë kthyer në një makt të vërtetë për qytetarët, qoftë sa i përket kohës që humbasin në trafik, durimit, shpenzimeve të karburantit, ajrit, pisët që thithin etj etj. Megjithatë, ne jemi të vendosur që të bëjmë pjesën tonë, të japim kontributin tonë dhe në thelb kjo që shikoni sot është prova më e qartë se ne mbetemi përkushtuar për të shërbyer qytetarëve. Më tej kreu i Ministrisë së Brendshme ka pohuar se përballë këtij sistemi, asnjëri veshur me pushtet nuk do të mund të abuzojë. Kjo që shikoni sot në fakt është një hap gjigant përpara sa i përket rrugëve më të sigurta, trafikut më të sigurt, uljes së numrit të aksidenteve dhe një raporti sa më korrekt midis oficerëve të policisë rrugore dhe qytetarëve të vendit. Padyshim që një nga aspektet që përmendi dhe drejtori i përgjithshëm është që ky sistem nuk njeh VIP, as të fortë. Salla operative e kontrollit rrugor zotëron tashmë një sistem modern online të kontrollit rrugor, lidhjen e drejtpërdrejtë me njësitë e policisë së qarkullimit rrugor në terren dhe përcjell online të dhënat për automjetet që kryen shkelje të rregullave të qarkullimit ose kanë detyrime të pashlyera, si dhe fiksimin e pamjeve të aksidenteve nëpërmjet pajisjeve Scout.